Territori shqiptar për datën 28 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mod kryesisht të vranët dhe reshje të her pas hershme shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira të dendura dhe reshje të dobëta në disa zona të veriut, ndërsa pasditja pritet të theksojë shirat në jug dhe përgjat vijës bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku vranësira do të jenë më të shpërndara. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 nëntor do të jetë në orën 6:37, ndërsa perëndimi në orën 16:20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat 9 deri në 12 gradë Celsius. Korç 3 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastre 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 15 gradë Celsius.